e cila vëzhgohet nga miliona sy. Por aty brenda jo vetëm luhet, por njëkohësisht edhe tregohet, se dhe kjo është një nga gjërat më të veçanta dhe më të rëndësishme të formatin. Tregohen histori njerëzore të protagonistëve me gjithë peshën që ato histori në momentet që janë shumë të rënda, këta personazhe marrin edhe mbasi dalin nga ajo shtëpi, sepse të gjendur përpara atij lloj asaj lloj jetese, mbase u vjen natyrshëm të kenë një lloj katarsisi me veten e tyre dhe të pranojnë të shkuarën ashtu siç ka qenë. Dhe një rast në veçanti, që është rasti i Laertit, kur ai tregonte për linjën e jetës dhe kur tregonte për një episod të vështirë dhe që është një nga ngjarjet më të rënda që mund t'i ndodhi një fëmijë, vajzë apo djalë qoftë ky, disa nga banorët aty e kanë trajtuar këtë histori si një përpjekje të Laertit për ta bërë publikun për vete. Dhe këta janë Egli, Gerta dhe Gjesti. Shohim. Në moshën 9 vjeç do diçka që nuk do haroj për të rjetën time. Një komshi që abuzon në një fëmijë 9 vjeç. Dhe kjo për 42 vjet ka qenë brenda me. Njerëzit jo vetëm që e tregojnë, po edhe shpikin vetëm për të viktimizuar. Nuk të duk shpikje ty? Nuk dua t'i futem njërit apo tjetrit. Jo, dakord. Po që e kanë që të menduar shumë përpara një strategji për empati, për lot. Çfarë jetë e pa drejta. Laerti s'është ky, kanë ardhur me personazh. Dëgjova një gjë tek historia e Laertit për një sekuencë që që ka kaluar në këtë film, ku do të çelësh për dhënë, nuk e di një gjë tjetër. Që thotë Jo, u kon abuzim. Një gjë tjetër, sepse më duk shpikje vetëm për se edhe nuk e dha pesh si gjë, sikur u kuptua edhe nga më lart që Kanë rrajt se kanë mujt. rrejt sa ka mujt. Kanë rrajt edhe në rrethim kanë rrajt. Si më dalun tani atje te linja dhe më thënë kur kam qenë 5 vjeçë, ka përdonuar filanë dhe kam pranë, se kam thënë as prindërve të mi pa marrin vesh sot. Sik në zemën qitë qytare. Shëri pas këndot për ndaj është kështu këndë. Në që s'kera me budallëjnë këtu brenda, për fatin ta të keq. Laerti janë fjalë që i dëgjon për herë të parë si të vinë. Uaj, është shkëpuar. Jo, unë se kam bërë si bisedë. Po. Po, Gjesti kur ka hyrë në këtë shtëpi ka përdorur një fjalë kështu, mendoj për shaka. Se ditë e para sa ka hyrë ka thënë 2 fytyrsha. Tani kjo fjalë karakterizon më së miri dhe Gjestin dhe Eglin, sepse gjatyre ditëve unë s'kam patur as ndonjë thjesht të vinë të ma thonë mua në fytyrë, po të rinë më vete, unë në dispozicion të hetueses Egli Tako, edhe gjykatësit Besart Kelmendi, njofur me Nofkën Gjesti, mund të sjell një njeri nga jashtë që e di shumë mirë këtë histori. Është vetëm një njeri që. Por, mua më vjen dot që Egli këto ditë kemi pasi marrëdhënie shumë të mirë, me Gjestin po prap, dhe kur shoh këtë video, duke di sinqerisht më vjen... Nuk di, në më thënë, e kuptoj që për këtë garë mund të thuen shumë gjëra, po të arish deri këtu do të thotë të mos ke shpirt. S'ka mundësi tjetër. Egli? Do e nis me frazën e fundit që tha Laerti, që për këtë garë mund të thuen shumë gjëra. Unë absolutisht që nuk mundem ta vërtetoj kurse si. Jo, ta thash si duhet vërtetosh. Të lutem. Jo, nuk kam nevojë mos u lut fare se këto ditë kishe kohë të vije. Jo, po si je ti për ta vërtetuar këtë gjë? A mund pikërisht? Ti nuk je këtu për të vërtetuar këtë gjë, dakor? Atëherë këtë po them dhe unë. Kështu je ty turp të të vi Po e të lutem, a mund të flasë nuk të ndërpreva, më erdhi dhe mua të ta thoja disa herë këtë frazën, por nuk ta thash fol me Egli, fol se kështu ke fol dhe për njollat, fol. Mos e analizo Egli më. Për njollat. Hajde, fol, mirë, fol. Do kisha dashur shumë të kishin dalë ato klipet. Hajde Egli se kështu na
kështu na surprizon. Po nuk ka dalë, Me dhe je gënjeshtrat që favorizuar thua, te kjo fol, pjesa fol. që s'kan dalë. Hajde, fol tani, Vërtet ashtu ka mirë. qenë. Mirë, fol tani, fol. Ta lëm, se nuk më let flas o zotri. Urdhro fol, zonjë. Faleminderit. E nisa me atë që ta Erti, që shumë çka mund të thuhet këtu për hir të lojës. Dhe në fakt, kjo ishte një hije dyshimi e imja, sepse është diçka e paprekur asnjëherë më parë këtu nga Laerti. Po pse kush je ti që ta prek Laerti? Unë jam një banore e kësaj shtëpie që kam të drejtën që në mënyrë hipotetike të mendoj, jo nuk e di. Dhe në asnjë moment, pse thua nuk ka budallënj sot? A mundem të flas dhe mos nuk dua të bëj dialog, dua të them mendimin tim për këtë klipin dhe kaq. Po ke thënë po shtërsira. Bëjmë debat bashkë. Po pse serdhe tek unë? Unë të thash pse serdhe tek unë. Mos mbivendosemi. Okej. Dhe e bëni kastile që të më ndërprisni mendimin. Më lërë të flasë, sepse nuk të ndërpreva në asnjë moment. Ja, fol. Unë në asnjë moment nuk kam se si ta faktoj. Dhe në asnjë moment në klip, unë nuk kam dalë duke thënë, kjo që ai ka thënë është një gënjeshtër në mënyrë absolute. Unë kam thënë, nuk e di se pse mu duk si e tillë. Dhe nëse unë jam gabim në këtë që po them, të më gjykoj Zoti. Në rast se jam unë gabim dhe e kam menduar të tillë, po patjetër. Për gjykimin e Zotit ka ardhur. Por për ta vërtetuar këtë gjë, as unë nuk dua të më vërtetohet dhe as ti nuk ke në mënyrë absolute se si e vërteton. Jo, unë kam si e vërtetoj. Jo, nuk ke unë kam si e vërtetoj po të them. Kam si e vërtetoj po të them. Unë kam si e vërtetoj po të them. E të vjetur. Do tash dhe një herë, nëse unë kam menduar në mënyrë jo të përshtatshme, këtu brenda jemi brenda një loje, edhe si që te edhe ti, që dhe ti... Jo, rrëfimi jetës nuk është lojë. E glitako. Unë jam e glitako, ndi parimet e mija nuk shken. Të gjitë e dim se sa luhet viktima tu për empatinë e publikut. Po, se ke dalë shumë rëndë që janë to që thua. Më vini të gjykojnë. Jo, më për empatinë e publikut janë ato që bën ti, që vjen këtu në shtëpi, i thua s'kam punë me ty o njeri, dhe pastaj shkon flet me të. E tani, kam pasën pra ti për ty, të kam të shiko vete, sepse po të thunon, por ti jo, ti ke ardhë këtu, lastar. Shushkove në finalit ti, shushkove në finalit ti, shushkove, vetëm duke për debatit të prajtë, ate ka rejt, ate Laerti ka rejt, shuaj, pasuj, kam rejtur, fol këtu, kam rejt, tu shqipsy, kam rejt, fol këtu, si budala, fol këtu kam rejt, a me fol këtu kam rejt apo jo, a kam rejt apo jo, sa shpas karalot t'i shkeni bërë. Njerëzit kanë të drejt të aludojnë, të përkojnë shumë djetë, jo që ka dhëmë të pse pinqush, se si janë gjitha e gjare, se ka thëmë po shtërsi pra ndë, djali keq, bire duj. djali keq, po të rrisim të, jo, do qoj zërin qarë, si gudzon dhe thua ka rejt. Që e të që zonin, që ki, ula? Me gjithë respektin, Nuk kam nevoj për respektin, të ne tregove respektin. Në këtë formë ke shkuar, e debate i ke bërë tregove respektin e glitako. Zot ditë ka ke treguar respektin. Te kushet e... Dakor, Gjestin... Mund të vjetë, të pyesje, të pyesje gjithë shka. E kam thënë edhe të klipi. Si dy skuzat vegjela. Gjestin... Si qa si shtot dhe keni si brejtës të vegjel. Nuk e di se pse nuk ju da peshë sa gjë. Nësa sa gjëja, sa keme, do ishte dhe një peshë caktuar, ndoshta dhe unë do isha sqaruar pak më tepër. Po fakti që vetëm e lëshove, e the aty dhe ngeli aty. E lëshova e thash aty. Kush je ti më? Ti je vllai i madh. Ai është rrëfim që bëhet e vllai i madh. Nuk je ti. Ti nuk je dhoma e rrëfimit. Më fal, Egli. O Egli. Egli. Një moment, ju lutem. Egli. Një sekond. Rozana, një moment. Egli, çfarë nuk kupton me nuk ju dha pesh? Nuk u zgjerua si tematikë dhe unë mendoj, më fal një sekond të flas. Më lër ta mbaroj një fjali. Kështu që vjen prajmi të ndërpresësh. Të lutem. Të ndërpreva kur fole. Nga kush? Nga çdo kush. Pra u tha ishte thjesht një fjali që është një temë shumë e rëndë dhe nuk u zgjerua më tej. E kam diskutuar unë me Laerti, kam diskutuar Si e mendoje ti? Një moment, ju lutem. Jetës nuk u diskutua fare. Si e mendoje ti që mund të zgjeroj
diçka kaq delikate sa që është abuzimi me një të mitur thënë nga goja e një të abuzuar. Sepse përderisa Legion më fal, ta pyes se Jo, se jam kurios të di mentalitetin e disave prej jush. Sepse unë mendoj që me pjekurin emocionale, shpirtërore, të moshës, e të gjitha me radhë, që la erti ka, përsa ko është gati që këtë histori të ndaj tek linja e jetës, me ato fjali që ka thënë, është po aq gati edhe që ta ndaj edhe më gjërë se kaj që bëri dhe Bernardi, dhe një tjetër, Amberi, e tjerë. Erdhe më pyete, moj. Një histori të tillë. Po të pyes, erdhe më pyete, se Rozana ka ardhur ka pyetur. Edhe një herë. Apo, do me thënë, ti nuk pyet, ti thjesht hedh balt. Jo, nuk hodha balt. Jo, balt hedh. Ore, unë për atë që te ti, shumë çka këtu brenda mund të thuaj. Ore, lule bore, vazhdo, jepi. E pata këtë hije, e pata, nuk mund ta moj vete. Okej, dua të dëgjoj pak Gjestin. Dua të dëgjoj pak Gjestin, Rozana, një sekond, Ka patur Gjestin. mundësi ta ndaj me ne. Po ndau. Si që ka ndarë Amberi, Bernardi e të gjithë me Ju lutem, vajza, ju lutem, Gjestin. Pa, veç që kësha thonë Laerti që më maqu zonin që shtu se këtë më tu Jo, lo kur që thua, jo, alo se kryva, unë as kur nuk thua, fola, po mua pke as nuk rejt, fola, as sen, as nuk dhash shpjegim se kom thonë, fol. as që shë kom thonë, Fol. duro vla me të në atë zonë. Po, njeri ku të rëfejet, normal, është prejkë se vla, edhe sune nuk isha dasht, dikush me më thonë, jo, po ranë, shkur shqip, po, me atë sen që e pas vetën aty, s'po më peqe vetja ishë me të ka dzu drejt. Që që nuk është gjesti mirë, po e normal që më koni ndikum, i hina fejlit edhe une, të menu që si sane pa lidhje. Dhe kush të ndikoj, o gjesti? Pra po thuat ka marrë qaf e gli. Prej sane pisitohet të mrena, kove të fundit kesh indikum, si më paranoja i hina fejlit, thash po rana janë. Edhe, Jo, tani prajnë është të drejtë. Ka qenë ajgare. Jo, ka qenë ajgare, ka qenë ajgare. Po justifikona, po thëmë që është gabim, Jam indikum, më po jem ndikuante, koni kush të indikum ndikoj? se pisa Kush se ti me ne të shpis nuk para flet për këto gjëra? Kush të ndikoj? Kush të ndikoj? Jo, nuk jam Laerti, as ti nuk je Egli. Që që të lutem shumë tuaj, kush të ndikoj? Se ti me të shpis nuk flet, gjatë ditës, flet vetëm me Eglin. Kush të ndikoj? Tuaj, më ndikoj Egli, se pi. Gjesti, po ta bëj unë pyetje ndryshe, sepse natyrisht që në garë për finalen dhe për çmimin e madh, duke qenë se ajo që po flet është një finaliste, të çojnë drejt një njeriu. A ishe indikuar nga biseda që po bënte Egli, apo ishe indikuar nga fakti që në një televotim mes Eglit dhe Laertit nuk fitoi Egli? Ajo ka qenë përpara televotimit, si bisedë. Veç e minut. Atëre, nëse ka qenë përpara televotimit, i bie që s'ka ndikuar kjo, ke Po, ndikuar prej ti. pak, edhe ajo më ka diku. Po ka qenë para televotimit. Edhe ajo më ka Ajo ka diku, qenë përpara pa bërë prajmit të kaluar, përpara se të hynim në prajmin e Më ka kaluar. diku dhe dësene tjera, për shembull me Geta një anena, jo, nena ku zgjidhen këta, çu është. E kuptoj. Tash ti, domethënë veç thjesht e kom lëshur, po rana mund me kon, a din. Nuk e ke menduar atë që ke thënë. Një iluzion i momentit, po unë i kërkoj shumë ndjes nëse është e vërtet dhe e kam prekur me këtë gjë. Kërkoj ndjes. Po them që po veten edhe që shkum gabu. Me qenë se ka qenë e vërtet, kërkoj shumë Unë ndjes. kërkoj falje se s'është mirë edhe unë ku trafena me më thon dikush që jo ti ke rajt. Po pse duhet ta vijë dyshim? Qënë se ka qenë e vërtet. Pse duhet ta vijë Pikërisht dyshim? për atë që the, shumë çka mund ndodhi këtu Gerta? brenda. Dyshim vëlla, Mundet të flas? Po mundesh, po, tu drejtova Ka qenë vetëm ai moment, faktikisht edhe ajo pjesa ime është keq kuptuar. Unë kur nuk e kam vënë në diskutim këtë gjë me asnjë banor, nuk e kam bërë këtë bisedë. Po ndryshe duket Por si klip. të lutem Laer, sepse do ta shpjegoj. Të lutem, Laer. Ju keni frikë, ato ju keni frikë pranoni atë që thonë. Paraprakisht të kërkoj seriozisht falje dhe sinqerisht kërkoj falje, por është e keq kuptuar dhe ato dua të kuptoj. Sepse, si? 24 vjeçar. Jo, ishte Egli, unë po them Ka marrë qaf bisedën. Egli. Tani ja dhe Egli, do me thënë të që me duke. Jo, ishte po ta mbaroj arsye, ta mbaroj. Okej, nëse të ke dëshirë ta besosh, okej, nëse s'ke dëshirë ta besosh, është prapë zgjidhja jote. Unë kam dëshirë ta shpjegoj, sepse Është zgjedhja, për jo mua zgjidhja. po zgjedhja jote, sepse edhe për mua më tingëllon pak e rënd normalisht, edhe nuk do më pëlqente fare të shikoj veten në atë pozicion dhe seriozisht i kërkoj falje, por doja të thoja këtë gjë që atë ditë kemi biseduar, ka qenë mos gaboj më njëherë pasi u shpallën dy finalistët e dytë, po themi gara për finalistët e dytë Laerti dhe Egli, ka qenë ajo
kafja e famshme që kemi konsumuar në mëngjes, dhe Egli po fliste për linjën e jetës së saj, të cilën ende nuk e kishte bërë linjën. Dhe në gjitha ato biseda që ne po bisedonim në lidhje me linjën e jetës, pra u diskutua linja e jetës së Eglit, e Rozanës, edhe e Lajrtit gjithashtu. Atë që ke bërpis, edhe time ne ke bërpis, pa. Jo, nuk e kam Jo vetëm Lajr, po të dyve ke bërpis, po. Dhe ishte në një formë pyetje, dhe unë kuptova nga Egli sikur dinte diçka, dhe prandaj jashtrova ato lloj pyetje. Kuptova kemi 20 vjet diferencë. Sikur Egli dinte diçka për jetën tënde, sepse unë 20 vjet në Athinë, ti Egli për mua. Ashtu si diti për time, ashtu si diti për time. Gjatë bisedës, kokën tuaj. Gjatë bisedës zhvillova atë pyetje dhe po shtroja, po themi atë lloj dyshimi, sepse Egli më la të kuptoj sikur dinte diçka rreth jetës së Lajrtit. Po tha Egli që përplasni kanë të mbajnë në përgjegjësinë asaj që keni atë bisedë aty. Se keni frikë nga që keni thënë. Po pra e thash që në fillim të fjalisë të kërkoj shumë ndjes sinqerisht, nëse keq kuptohet, por në asnjë moment nuk e kam zhvilluar atë bisedë me asnjë banor. Po më unë jam në shtëpi. Ka qenë vetëm ai momenti. Dhe seriozisht kam dashur të të vi, kam dashur të të vi të të pyes. Kam dashur të të vi të të pyes. Po vërtet, jo, më e kam presupozuar një situatë shumë të sikletshme që ndoshta edhe nuk e dash ta thuash, ta flasësh. Dhe marrëdhënia jonë nuk është aq e afërt. Dhe marrëdhënia jonë nuk është aq e afërt që unë të merja atë guzim dhe të vija të të pyesja. Po ti nuk mund të flasësh. Nuk mund të flasësh mbi një tematik kur personazhi tematikës është në shtëpi dhe nuk shkon te personazhi që jam unë, po e diskuton me të tjerë. A kupton ç'bën? Kto janë thashë theme? Ngre duart në këtë moment dhe nuk kam ditur se si të veproj. Okej, dua të di pak opinionin e Arbrit dhe Nedës. Ti qofsh, ç'do të them. Por është keq kuptuar ajo. Dakor. Ti qofsh. Egli më vjen shumë keq, por në fakt kjo është arsyeja pse shumë njerëz aty jashtë nuk arrin që në momentin e duhur të arrin dhe t'i denoncojnë këto gjëra. Rrëfimi që bëri Lajrti është një rrëfim që nuk bëhet lehtë, sidomos në një media kaq të rëndësishme. Ky program nuk është vetëm i juaj. Ky program është i joni, është i gjithë shqiptarëve që e shoh. Ky program ka treguar ndër vite se fuqia e rrëfimit e historive të ndryshme të banorëve brenda shtëpisë kanë pasur fuqi që në jetën e përditshme të shumë njerëzve të ndryshojnë realitete. Prandaj do doja që jeni të kujdesshëm, sepse paragjykimi është një nga elementet kryesor që në jetën e përditshme arrin t'i mbylli gojën qindra mijëra njerëzve të cilët nuk bëjnë dot zë për një siklet. Kështu që nuk mendoj që për Lajrtin ka qenë lehtë ai rrëfim për atë që përfaqëson Lajrti dhe për moshën që ka Lajrti, besoj që duhet ta ketë pas akoma më të vështirë dhe aq më tepër që bën një rrëfim që ka gati 40 vite që mund ta mundoj dhe arrin të gjej forcën që në fakt i jep ky program të gjithëve për të rrëfyer një nga ngjarjet që kalon më tepër shenjë në jetën e vet. Dhe mendoj që s'është as pak e hijshme që ti përdoren këto gjëra. Por unë kam përshtypjen që ky program është aq i gjatë që çdo kush prej jush sado të mbuloj apo të sillet si një njeri tjetër, kur vjen fundi i programit tregon realisht kush është. A mundem Arbër? Po, Egli. Arbër, më falë se duhet të thoja nga që the ta mbaroj, më falë Egli. Në vitin 1983, Egli Tako nuk ishte lindur. Dhe nuk ka nga të di. Por, për kërshërinë e saj, unë pastaj doje pajis Egli Takon me emrin dhe biemrin e personit dhe do i them Egli Takos hakmeru për mua. Mirë. Po ta mban. Okej, kuptova. E kuptova. Kur do të them emrin dhe mbiemrin. Në rregull, nuk ka nevojë ta bësh edhe më dramatike u bë, e kuptova. Jo, më ke bër ti. Mundem t'i kthej përgjigje Arbrit? Po tani kthej. Më fal mund të thuash, kaq, s'ke përgjigje. Atë ta thash shpar. Rofsh, na bëre borxh. Arbër, pikërisht për këtë pjesën e rrëfimit,
kam qenë edhe unë skeptike, sepse patjetër që këtu në këtë shtëpi kemi dëgjuar... Patjetër, një sekond të lutem. Kemi dëgjuar, se jam shumë e rënduar, kemi dëgjuar rastet të rënda të tjera, pra me histori njerëzore shumë të rënda, në jetë, qoftë rasti i Amberit, qoftë rasti i Bernardit, e tjerë, por që kanë qenë rrëfime, pra kemi ditur atë si histori, ka pasur një fillim, një narrativ, një mbarim, kemi shprehur gjithë empatin, unë as nuk e presupozoj do të veten, sepse vetëm këtë gjë nuk e kam, nuk jam një natyrë e ftohtë, përkundraz jam një natyrë që vuajtjen e tjetrit e bëj vuajtjen time, dhe më vjen shumë keq që kjo gjëja është interpretuar në këtë formë. Fakti që kësaj gjës nuk ju dha zhvillim, pra unë asnjëherë nuk u bëra pjesë. Nuk e di për çfarë interpretimi po flet, se ne po flasim për atë që the ti. Po ti e ke thënë qartë. Unë po flas për vetëm një fjali që u tha, nuk e di se sa po ma kupton logjikën, çfarë po dua të them në këtë moment. Do betohem që nuk po e kuptoj. Në katër, ja po ta them unë. Unë jam nga ato njerëz që unë gati mund të kem lutuar për rrëfimet e të gjithëve ju. Faleminderit, e vlerësoj. Kupton, kështu që edhe unë gjithashtu bashkë me ty, nëse më ke parë, nëse më ke ndjekur, edhe unë po të njëjtën gjë kam bërë. Besoj që ne duhet të ngelemi njerëz. Domethënë te ca gjëra nuk duhet të hym. Këtë po them. Absolutisht, dhe unë për këtë pjesë kërkoj ndjes, por në këtë thjesht duke futur veten në ca analiza që vetëm po t'jesh këtu brenda mund t'i kuptosh, pa dashje, gabon, edhe presupozon ndoshta edhe gjëra të paqëna. Po në presionin e kësaj gjës ti, deri diku fillon dhe mendon që njerëzit mund të jenë të aftë, është ajo mjet justifikon qëllimin, që dhe disa gjëra që mund të jenë ekstremitete, duke e ditur se si mund të përçohen, me thënë, e kuptoj shumë mirë budallëkun që kam nxjerr nga goja. Është shumë herë, unë mendoj që është shumë herë më e thjeshtë se kaq. Kërkoj ndjesa dhe pa mbyll këtu që mos ta bëjmë. Neda. Unë dua ta përgëzoj Laerti me gjithë zemër që pati guximin edhe ndau këtë histori me të gjithë ne. Mendoj që është një akt guximi i jashtëzakonshëm, duke patur parasysh dhe kush je ti. Faktin që je një burr në moshën që je një artist me emrin që ke, edhe shpresoj shumë që i gjithë rrëfimi yt Laert të shërbesh si frymëzim për gjithë vajza dhe djemë dhe fëmijët e tjerë, për ta thënë. Te versioni plot atë kam thënë, po e them për këtë arsye. Të jam shumë pranë si njeri, sepse unë mendoj që paradoksi më i tmerrshëm në këtë rast është siç ndodh në shoqërinë tonë që viktima ndonjëherë e mban si peshë me turp përgjatë gjithë viteve, kur turpin duhet ta mbajnë vetëm abuzuesit, edhe duhet të dënohen vetëm abuzuesit. Bravo Neda. Më vjen shumë keq, Egli, mendoj ti po e kupton dhe vetë, po të lutem duhet të ta them dhe unë që ke gabuar, bën shumë mirë që kërkon ndjes. Bën shumë mirë që tërhiqesh, ti ke qenë nga ato vajza që ke ngritur diskutimin publik mbi shëndetin mendor, mbi ankthin në nivele shumë të rëndësishme, dhe ndaj ti duhet ishe e para për të provuar empati në këtë gjë. Megjithatë, kërkove ndjes dhe shpresoj shumë te zemërgjërsia e Laertit për ta dhënë falje nëse ai e ndjen. Po, patjetër nuk diskutohet. Thjesht nuk kam qenë në brendësi të kësaj gjë. Edhe ka qenë diçka që thjesht e dëgjova për herë të parë dhe të fundit vetëm në atë moment dhe nuk kam qenë përpallur brenda të shtëpive këtë temë. Që më besoj që nëse do ishte shurtuar dhe do e kishte marrëdhënia jonë këto ditë ka qenë shumë e mirë. Dhe mund të vije, mund të vije të më pyesje Mo Egli, mund të vije të më pyesje. Marrëdhënia jonë ka qenë shumë e mirë, mund të vije të më pyesje, jo ta ludosh nga përballë. Kërkoj shumë falje. Të dëgjoj, Gjes, më thuaj. Po, se përshë Egli shumë të prekme. Po, është. Kjo ka lind prej asoj rrëfimit ato që e linja jetës, që i henem na projmin e kalumë paranoja. A din? Që edhe Egli kishë dyshime për linjat e jetës e këtu. Po, e kuptu. Projmin e kalumë, prej që aty i ka nis, edhe i ka hi edhe kjo fellit, ka thonë që, këtu mune me konë edhe rrëna. Është e kollajt të erën sytë për çmimin e madhe. Po, prit, ashtë i ka hi paranoja edhe kjo,
Jo, po, tha që u kone ndikume, mundet me kone edhe rana këto që a i bojnë, edhe unë thash, po, ranë mundet me kone, dytë ndikume, kërkojnë falje, Zotri Lajerti... Kur me ndonë me zë, kjo është probleme, nuk... Nuk ta mamë për Zotri Lajerti. Nuk i du da vëtë që të vjenë në mëndë një momente dhe të me zë dhe... Janë të rënda të Kërkojnë falje më rëpë. Po i kërkojnë falje më rëpë, se kem bënë, ndikume me kone dytë. Ja, ka që e thjesht ishte. Okej. Dhe naturisht pas këtyre diskutimeve të cilat janë shumë të rëndësishme, do doja që t'i thoja të gjitha atyre cilët mund t'jenë përpara një situate të ngjashme apo të përafërt, që flisni, do ketë gjithmonë njerëz që nuk do ju besojnë, po m'jap t'ju besojnë njërit. Dhe tjetra është që të marrësh pjesë në një thashë them, qoftë edhe duke tundur kokën, je njësoj fajtor sa kur e bën ti vetë thashë them. Thënë të dyja këto, do doja të vinit me mua në dhomën e Grimit. Në dhomën e Grimit ju lutem, sepse kemi diçka shumë të bukur për t'ju dhënë gjysmë finalistëve dhe 2 finalistëve. Hajde, mblidhini, forta, mblidhuni, jemi në gjysmë finale. Do ketë diskutimet forta, por duhet të vazhdojmë. Sepse jemi me board sale, formula e bukurisë së vërtet, një emër që përfaqëson ekselencën zviceriane në kujdesin për lëkurën. Board Sale është një linjë profesionale e cila ofron produkte me përbërës të fuqishëm dhe efektiv që përfshin retinolin, i njohur si përbërësi më i mirë dhe më i fuqishëm për rigjenerimin e lëkurës. E gjeni në Instagram dhe në Facebook me emrin @boardsale_Kosovë dhe po ashtu në website Board Sale. Ju duen për të mbajtur gjithmonë të rinë dhe të freskët. Tikzoni. Okej, ndërkohë që mbyllim lidhjen me shtëpinë, prandaj Big Brother është Big Brother, ë? Por gjithmonë e bukura është që pyetja ju ngel juve që po shikoni sot. Çfarë do kisha bërë unë nëse? Keni në mendje gjatë publicitetit.